Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News, duke ju uruar një vit sa më të mbar dhe qoftë sa më i begat për ju dhe familjet tuaja. Ne do të vijojmë të trajtojmë fenomenet të aktualitetit në vend, edhe ato që kemi lënë nga 2025 dhe se çfarë do ndodh më tej me aktualitetin politik, por edhe ngjarje të tjera dhe se çfarë e pret vetë mazhorancën e kryeministrit Edi Rama, teksa në 22 janar gjykata kushtetuese do të shqyrtojë sërish çështjen e Belinda Ballukut. Për të folur për këto çështje, por edhe çështje të tjera, ne kemi të ftuar zotin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Zoti Merkoçi, si e keni parë qëndrimin e fundit të kryeministrit Edi Rama, i cili në një konferencë me gazetarët mbrojti të gjitha aferat e tij, duke nisur nga Balluku, Akshi, apo edhe ajo më tronditja e Ergyes Agasit? Ishte mbrojtje të gjithë korrupsionit dhe të gjithë vendimeve që vetë Rama ka marrë, apo lëvizjeve që vetë Rama ka marrë, të cilat janë në kundërshtim të hapur me politikën amerikane, të cilën e quajmë partner strategjik. Nuk është hera parë që Rama del kundër vendimeve të Trumpit apo politikës amerikane, duke shpalosur gjithë atë arsenalin e tij kundër tyre, sepse po t'i vesh re në gjithë kalimin e tij ishte ideja e spakut. Pra, do vinë ca mos dëgjoni ata anej për te oqeanit që flasin, apo po t'ishte ky kryetari i komisionit të mandateve dhe ta kishte nxjerrë për jashtë prokurorin. Do të thonë ishin të gjithë arsenali i tij fund vitit ishte luftë kundër Amerikës apo veprimeve që tashmë po merr Amerika për të mundur zbatimin e ligjit në Shqipëri. Dhe kjo lloj konference e ndau përfundimisht Ramën, nëse do të thonë nga ajo ideja që ky do të bëjë një shtet ligjor apo të shtetin e drejtës nuk ekziston asnjëra as tjetra. Për vetëm në arsye sepse ky ka hedhur tashmë polli paraqitjet e të fund viti që unë kam 83 mandate. Dhe këto 83 mandate unë do t'i përdor kundër spakut, kundër interesisë, kundër çdo lloj vendimi që do kërkohet për heqjen e imunitetit të cilit do deputeti. Tashmë Rama e shpalosi që nuk do ta aprovoj. Ishte një deklarim retorik i Ramës, pasi nëse do të shohim lëvizjet që janë qoftë edhe brenda PS-s, qoftë edhe në atë festën e madhe që bëri për Tiranën fund vitin, ku 10 deputet apo personalitetet të PS-s nuk i vajtën në atë takim, edhe pse u mbajtë fshet, por 10 vetë pak nuk i vajtën, duke filluar me Fatmir Xhafën apo Pandelin Majko, Mimiko dhe tjerë. Kush i me emrat. Po, të ndalemi pak te kjo pjesë. Çfarë tregon në këtë rast mungesa e këtyre elementëve të Partisë Socialiste ndaj kryeministrit Edi Rama? A ka në Partinë Socialiste i lëvizje që kërkon largimin e kryeministrit Edi Rama, nisur me aferat që tashmë edhe zullumi është trashur, duhet thënë? Jo vetëm tani që është trashur, por këto lloj lëvizjesh kanë qenë dhe përkatësh kanë qenë më përpara. Nëse do vjen re, kanë qenë lëvizje më përpara për të vetëm arsye sepse nëpër listat e kandidimeve këta persona kanë qenë jashtë listave, domethënë jashtë listave të sigurta. Megjithëse ishin themi deputet kontribues të Partisë Socialiste, por u lanë jashtë listave. Pikërisht u lanë jashtë listave sepse Rama kërkonte të kishte votat sigurta në parlament nga ata njerëz të cilët ai komandon. Kështu që këta deputet apo këta personalitete të Partisë Socialiste kanë qenë kundër Ramës dhe janë kundër Ramës, patjetër që janë kundër Ramës. Dhe Rama pikërisht duke bërë këto lloj lëvizje dhe duke ditur që nëse do ta dërgonte në kuvend heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut,
jesh i sigurt që atë imunitet Belinda Ballu do kishte të hequr sot. Sepse vërtet ai ka 83 mandate, por ai nuk I bën dot 71 mandate për të mbajtur imunitetin e Belindës apo kujdo qoftë. Dhe ky është ai testi që Rama po bën edhe për veten e tij, dhe lëvizjet që do bëj në janar do të jenë çuditshme, sepse ai e di shumë mirë tashmë që nuk është më kryeministri I një vendi, dhe kur themi nuk është më jo në të aspektin që s'është funksionar, por duke parë lëvizje dhe skandale që kanë ndodhur në Europë, të cilat edhe ato skandale që ndodhen në Europë, dhe ato skandale që do të dalin tashmë në janar në Europë, mos harroni se është Giorgia Meloni ai që do të shpërthejë skandalin më të madh, më shumë se sa ai I Orbanit. Dhe të gjitha fiet janë tek Rama. Janë tek Rama për një arsye të thjeshtë, atë që unë ju kam thënë kohë më parë, që Rama është caktuar portavoqja apo lideri I Europës, Ballkanit dhe Europës për sa I përket organizatës Soros. Prandaj dhe ai fjalimi I fundvitit ishte në atë lloj forme, ishte shpërthimi I Ramës, ka shi politikës Trump, jo vetëm për vendimin që ka marrë në Amerikë, por edhe për arrestimin që ka bërë njerëzve të Soros, njerëzve shumë të afërt të Sorosit gjatë 90-torit, dhe ky ishte ai shpërthimi I fundit I Ramës që bëri për vitin kundër politikës dhe hapjes deklarimit hapur që ky është një person I cili është pjesë e rëndësishme e kësaj organizate. Në momentin kur vajti në Katar, supozojmë ai u kthye në Francë dhe në fund vit flas, vizita pune që bëri Katar, kur u kthye në Francë ai pati një takim me Aleksin dhe çuditërisht ishte një takim që ai nuk e përmendi, por e nxorri Aleksin në faqen e tij. Kështu që Rama mundohet edhe të tregojë dhëmbët, por edhe të japi bëj atë sikur ky është I distancuar nga Sorosi, por nuk ka më takime me të. Në të kohë që gjithë takimet janë me Sorosin. Do pastaj thash, do të shohim edhe lëvizje që do bëjnë në janar, dhe një nga lëvizjet ajo nëse ju kujtohet, ju kam thënë që një nga lëvizjet e këtij që do ta quaj themi si një prurje e re apo e pa implikuar tek PS-ja, do jetë Lea Ypi. Do jetë Lea Ypi sepse para thënë që ajo ka qenë e projektuar për qenë zakonisht kryeministre, por lëvizja e fundit që bëri Universiteti I Durrësit duke e dekoruar me honoris causa në Universitetin E Durrësit tregoi që është në një vëmendje shumë të madhe dhe jeni sigurt që ajo do ta shesë ose si kryeministër të një qeverie teknike të ardhur nga jashtë, ose si zakonisht kryeministër të tjerë, sepse Belinda Ballu ai patjetër në një vendim gjyqësor do ta largojë. Kështu që ai po përgatitet. Po, e kuptoj. Të mbetemi pak te pjesa e Lea Ypit, e cila në një intervistë një ditë më parë nuk përjashtoi angazhimin e saj në politikë në mënyrë të drejtë për drejtë, pra që mund të bëhet pjesë e politikës shqiptare, megjithse u tregua politikisht korrekte në përgjigjet e saj sa I përket realitetit politik në Shqipëri, duket se ka, po themi, një lëvizje të fshehtë që mund vi në një moment të caktuar prej saj në politikën shqiptare, dhe ju, a e shikoni atë si një element që mund të pasojë Edi Ramën në rast se ky I fundit bie nga pushteti? Atëherë, të them drejtë nuk e kam dëgjuar këtë lloj interviste. Po, ishte një ditë më parë tek A2 CNN. Thash, nuk e kam dëgjuar. Por di atë që unë kam deklaruar para zgjedhjeve, që se ju kujtohet. Para zgjedhjeve unë kam thënë që Lea Ypi do të bëhet kryeministër. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, as Rama vetë nuk e ka kundërshtuar apo të dalë dikush dhe ta kundërshtoi atë deklaratë që kam bërë publike disa herë, jo një herë, por disa herë. Kam deklaruar për këtë njeri, biles kam pas edhe shumë presione nga njerëz të tjerë duke më thënë që pse e përmend emrin Çaketi me të qarë. E kupton? Gjithsesi, nuk ka rëndësi, kjo e rëndësishme është pjesa tjetër që unë kam deklaruar që Lea Ypi është një nga
partnerët e tij më të ngushta për sa i përket sepse ajo bën pjesë tek Partia Laboriste në Angli, është një nga sorosianët më me zë dhe ka qenë gjithë kohën në takimet ndërkombëtare. Dhe unë për në këtu e kam ngritë problemin që çfarë ka ky person i cili nuk ka asnjë dhe mandat përfaqësoj Shqipërinë në për takimet ndërkombëtare, që Lea e ka bërë me hymzin e Ramës, me firmën e Ramës, me dëshirën e Ramës, ai e ka bërë. Dhe ky e ka pikasur, jo se e ka pikasur Ramën, por Sorosi ai që e ka do ta hedhë në treg dhe jo për qëllim tash do ta nxjerrë si një prurje nga jashtë, si një njeri që vjen për të kontribuar për Shqipërinë dhe tjetër në të njëjtën kohë që Lea Ypi nuk është asgjë më tepër se një sorosiane e kalibrit, themi, dhe këtë gjë ja u kam thënë edhe kur erdhi kryeministri që pati ky me kryeministrin e Anglisë për refugjatët që ky gjoja ja refuzoi dhe ju thash ai ja refuzoi për një arsye të vështirë, kërkon që kur të vijë Lea, ajo ta bëj ajo marrëveshjen dhe të marrë ato pikët e famshme, por se këta për një politik ndryshe, jo ajo politika kombëtare, por të gjithë politikën e kanë antikombëtare, kështu që nuk më bën asnjë lloj përshtypje qoftë edhe deklarimi që pas ka dalë, se ç'do të dalë Lea Ypi në një emision në Shqipëri kur Lea Ypi nuk e njeh njeri, kur atë nuk ka absolutisht asnjë lloj kontributi në Shqipëri. Nga del ky person dhe në dilka dhe bën edhe intervista, jo pa qëllim edhe para se Universiteti i Durrësit ta nxjerrte këtë si honoris causa, unë ja u deklarova dhe thash që Universiteti i Durrësit po përgatit Lea Ypi për ta bërë honoris causa vetëm për t'i dhënë një pompozitet, për t'i dhënë një njohje, për të filluar tash të flitet në media për këtë person. Dhe t'jeni të bindur që mas kësaj dhe deri në datë 20 kur të bëhet vendimi i gjykatës kushtetuese, ju do shihni një gjithë mediat do fillojnë dhe ta përmendin këtë lloj emri dhe do fillojnë të bëjnë intervista. Pra Sorosi në përgjithësi, duke qenë se ka kapë të gjithë mediat, të gjithë pushtetet, gjithë politikën shqiptare, nuk e ka të vështirë që të nxjerrë njerëzit e tij dhe të nxjerrë si njerëz të cilët janë adeptar, këta duan të ndihmojnë Shqipërinë, këta janë profesorë, doktorë. Pra të japim një shtys tashmë dhe mos ta lëshojmë pushtetin nga dora. Në asnjë mënyrë, pavarësisht se ikën njëri apo vjen tjetri, por gjithmonë Sorosi se duhet të kuptojmë një gjë, Sorosi është organizatë, nuk ka problem në Sorosi se iku Rama apo si iku Rama. Si Ypsiloni. Problemi është se këta duhen të mbajnë, organizatët duhet të mbajnë qendrën në Shqipëri e cila është e kthyer në një çerdhe të Sorosit. Se mos harroni të gjithë investimet, të gjithë pastrimi i parave, droga, jo më kot kalon nga Shqipëria dhe jo më kot bëhet në Shqipëri. Dhe prandaj u kam thënë që është në dasmin e Alex Sorosit, ky mori atë ju dha detyra e liderit të Ballkanit dhe të Europës, dhe nëse do ta shohim pak në gjërë, do të shohim që edhe kur u arrestua apo doli nga prokuroria, kur doli Belina Balluku, doli si e pandehur, të gjithë qoftë Bandelini, qoftë Kosi, qoftë më erdhën me vrap, atë natë erdhën me vrap në Shqipëri, si shpun kishin të vinin në Shqipëri, do erdhën pikërisht për këtë punë, sepse thash, është organizata që vepron, duhet ta shohim Sorosin, unë shoh Sorosin dhe shqiptarët duhet ta shohin si një organizatë vërtet terroriste, ashtu siç e kanë cilësuar dhe Trumpi, vërtet është një organizatë terroriste, është një organizatë kriminale. Dhe nëse Europa ka vajtë në këtë lloj drejtje, pikërisht ka vajtë në fal kësaj organizate apo politike si ka kjo organizatë. Do të shifnin shumë çuditëra në Bashkimin Evropian, do shifnin edhe planin që kanë pas për Ballkanin Perëndimor. Një nga pikat, më falë që po ja u them, por një nga pikat që kanë qenë në programin e Bashkimit Evropian është varfërimi i Ballkanit Perëndimor. Thimin në kampe refugjatësh. Dhe këtë do të jeni të sigurt që kjo do dali shumë shpejt dhe do dali nga goja me dorë. Zoti Markoçi, të rikthehemi sërish te rasti i Belinda Ballukut. Ju si e keni parë qëndrimin dhe të mazhorancës dhe të opozitës sa i përket kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të saj
dhe hapjes së rrugës së arrestimit të Ballukut, a ka në këtë rast një, po themi, dakordësi në thonjza mes majorancës dhe opozitës për ta mbrojtur Belinda Ballukun në një farë mënyre, apo thjesht është Edi Rama i cili po mbron radhët në këtë rast për të mbrojtur dhe veten dhe që nuk lejon heqjen e mandatit të saj në kuvend? Unë në momentin kur ka dalë Belinda Balluku si e pandehur, ju thash që Belinda Balluku nuk jep dorëheqje dhe Rama nuk është i zotit ta heqi. Dhe çuditërisht kështu ndodhi. Deri tani jemi në këtë lloj ndim gjykate, Rama nuk e heqi, nuk e shkarkon dot Belinda Balluku. Unë kam marrë idenë, ku kam thënë që Rama më shpejt jep dorëheqjen e tij, firmos dorëheqjen e tij sa por ajo që më bëri përshtypje dhe në momentin kur Belinda Balluku kishte marrë një vendim gjyqësor për pezullim nga detyra, Belinda Balluku ndej një shtator në kryeministri. Në këtë moment, atë që kam deklaruar që politikisht opozita duhet kishte vajt në kryeministri dhe të lajmëronte Spagun për të bërë arrestimin në flagrancë Belinda Ballukut për thyrje urdhit gjykatës. Opozita nuk e bërë. Por ajo që ishte më e dukshme pastaj, ishte edhe pjesa në komisionin e mandateve. Në komisionin e mandateve të 5 anëtarët e opozitës nuk duhet të kërkonin absolutisht as një ditë kohë. Nuk duhet të kërkoshin absolutisht as thoshin 5 ditë, 3 ditë, nuk kishte rëndësi, dhe t'ju fusin debatit të kohës për sa kohë opozita vetë ka dalë dhe ka deklaruar deri sa e ka qenë Berisha, ka qenë Lubi Balluku. Kështu që nuk kishte nevojë opozita të kërkonte kohë për të parë se çfarë ka bërë Belinda Balluku, kur vetë i kanë deklaruar në media, në konferenca shtypi, Berisha ka qenë i përditshëm dhe e ka deklaruar këtë. Kështu që kjo lloj amollie që bëri dhe opozita tregon që janë themi që janë në një linjë, nuk po them marrëveshje, po them që janë në një linjë për të zgjatur apo frika se nesër mund të vijë një deputeti të opozitës dhe pastaj edhe ata do kërkojnë po të njëjtën situatë, të kërkojnë kohë, çfarë duhet, jo po duhet kjo, po duhet kjo. Në të njëjtën kohë kur vetë Çuçi për shembull, deputeti që është edhe komision, deputeti i Partisë Socialiste ka deklaruar që në momentin që SPAK do sjellë për këtë që do sjellë një kërkesë, ne do ta menaxhojmë në mënyrë fare, sepse nuk bëhemi pengesë, sepse ne jemi për reformën drejtësie, jemi për drejtësinë në të etashe. Gjë që nuk ndodhi. Pra, të dy palët u futën në një konflikt kohe, ditësh, javësh apo muajsh, derisa pastaj doli Rama dhe vendosi atë që tha që deri mes të dy që do marrë vendim gjykata kushtetuese nuk ka asnjë vendim nga parlamenti. Sa i për një diskordancë në mes njëri tjetrit, por gjithmonë është ajo loja e fshehtë dhe këtë lojën e fshehtë pastaj nuk është se shqiptarët nuk e dinë apo nuk e kanë pritur, por ajo loja e fshehtë domethënë doli tek Endri Shampani kur 35 deputet firmosën për një Sorosian, firmosën Partia Demokratike, vetë në Partia dhe 28 vetë në Partia Demokratike firmosën Sorosian për të kandiduar dhe për të marrë postin e avokatit popullit. Kështu që gjithmonë kemi thënë që ka një bashkëpunim të nëndeshëm apo të fshehtë, sepse po të shohësh edhe kodi zgjedhor dhe çdo ligj që duhet, çuditërisht ta merren vesh edhe e miratojnë. Dhe më pas pastaj këto importancën në Vlerasin nuk ka rëndësi. Por që një linjë domethënë. Pam. Zoti Merkoçi, si e shikoni seancën e hapur që do të mbahet më 22 janar nga ana e gjykatës kushtetuese në raport me çështjen e Belinda Ballukut? A mendoni se në këtë rast gjykata kushtetuese do të jetë në lartësinë e duhur të rolit dhe institucionit që përfaqëson, apo do të ketë dhe do të lërë hapësira ashtu si në vendimin e saj të fundit sa i përket aspektit të pezullimit të gjykatës posaçme në vendimin që mori kundrejt kësaj gjykate?
unë thash që do të ketë lëvizje deri në kohën që do vi vendimi i gjykatës kushtetuese, do ketë lëvizje, mund bëhet një lëvizje zëvendësimi, domethënë Belinda Balluku t'japi vetë dorëheqjen si zëvendës kryeministre dhe zëvendësimin se në Lea Hypin. Edhe vendimin, në moment që jep vendimin gjykata kushtetuese nuk ka çfarë vendimi t'japi më, sepse jep vetë dorëheqje para largohet vetë nga posti, por gjithmonë duke mbajtur mandatin atë imunitetin e deputetit. Kështu që deri mes të dy nuk mund të them se çfarë vendimi realisht ajo gjykatë e cila tashmë edhe ajo është në hetim, do t'japi një vendim pro gjykatës gjykokos. Pra, do thot po është i drejtë ky vendim, po ne e morëm për ta shqyrtuar dhe për ta bërë si kauz. Por do jetë pa vlerë. Do jetë pa vlerë sepse ajo mund t'jap tash Belinda Balluku mund t'japi dorëheqjen vetë dhe nuk dihet se si del. Por pardo vendimi që të marri gjykata kushtetuese, unë them se spaku do ketë një plan B. Do ketë një plan B për vetëm arsye sepse në momentin kur ka vajt për t'i kërkuar arrestimin e Belinda Ballukut, heqjen e imunitetit tani, nuk vajti vetëm për tunelin e Llogaras, po vajti edhe për bypassin. Pra ju shtuan edhe disa akuza të tjera, janë 6 akuza të tjera. Kështu që Spaku e ka vetë në dorë tashmë për ta nxjerrë zbuluar, dhe ky është një nga momentet kur Rama po çmontohet ai kryeministri i cili gjoja bën ato propagandën që nuk po punoj për Shqipërinë, për Europën e për po e çmontohet e gjithë kjo propagandë po e çmontohet dhe po del zbuluar, dita ditës po del zbuluar tashmë edhe antarët e Partisë Socialiste nuk po e besojnë. Sondazhi i fundit që ishte para vitit 3 ishte 34% e PS-s e pranonin si kryetar partia, kuptohet edhe si kryeminist, pjesa tjetër jo. Tash edhe kjo u pa edhe në Berat, në festën e Beratit, po u pa edhe kur u bë festa e fundit vitit për Tiranën, që u bën në Pallat Brigada mungesa tash vetëm e këtyre personave të cilët ishin të rëndësishëm të Partisë Socialiste, sidomos për Tiranën. Kështu që nuk pres që të ndodhin gjëra të pakëndshme për atë gjykatë, sepse unë e kam thënë edhe ata përshtyn në sovatin e vetë, nuk bën asgjë më tepër, sepse tre antarë të cilët ishin pro GKK-s, çuditërisht janë të tre kanë qenë gjyqtarë. Ndërsa të pesë që dolën kundër, asnjë nga ata s'ka qenë gjyqtar ndonjëherë, nuk e ka pa ndonjëherë sallën e gjyqit. Salla e gjyqit për ta është gjykata kushtetuese, asnjë më tepër. Por duke qenë kuptohet të komanduar nga Gen Ibrahimi, një nga sorosianët e deklaruar dhe të përmoqëm të Shqipërisë, patjetër që presioni ishte i madh, po edhe ai presion do dalë se kush e bëri si e u bë. Edhe hetimi për ta do jetë i shpejt, besoj. Kështu që nuk e para herë që nuk do ketë vendim kundër GKK-s, ato që të ndodhi nuk do ketë, por them se edhe Belinda mund të ligjet vetë për të shpëtuar imunitetin. Duke mbetur te rasti i Belindës që mund ta jap ose jo dorëheqjen, dy eksponent jo shumë të rëndësishëm Partisë Socialiste si Pierin Dreu dhe Petro Koçi kanë shprehur në dy intervistat përkatëse televizive që kanë dhënë se Belinda Balluku mund ta jap dorëheqjen dhe në një moment caktuar që mund t'i kërkohet, mund ta kryejë një veprim të tillë. Ju si mendoni, apo lëshon në opinionin publik Edi Rama një narrativ të tillë për të prodhuar terrenin më pas që vetë Belinda Balluku të jap dorëheqjen përpara vendimit gjykatës kushtetuese? Tash, e gjithë strategjia nuk bëhet nga Rama, e gjithë strategjia bëhet nga Soros. Në Shqipëri kemi 35 vjet ne
politika shqiptare zbaton politikën sorosiane. E gjitha politika bëhet nga Soros. Dhe këtu për 35 vjet është zbatuar ajo politikë që ka thënë Soros. Unë nuk e shoh të pamundur, por pozicioni i Belinda Ballukut në të cilën ndodhet ajo tashmë, nuk e lejon atë, se po të ishte për dorëheqje Belinda Balluku do të jepte dorëheqje me kohë. Në momentin i doni nga SPAK. Por Belinda Balluku nuk i jep dorëheqje pa marrë votën. Dhe jo me dorë. E nga ata që e mbajnë Belinda Balluku. Ata që nuk e lejojnë të japin dorëheqje Belinda Balluku. Kështu që jo pa qëllim kam thënë që Rama në momentin që kërkon ta shkarkoj Belinda Ballukun, ai ka hallin e kokës vet, dhe jo hallin e kokës vet nga SPAK apo nga këta, po ka hallin e kokës vet nga krimi i rrugës, nuk ka hall tjetër. Kështu që Belinda Balluku nuk e jep dorëheqjen pa marrë një garanci totale, kur garancia totale duhet të jetë mos i hiqet imuniteti e i deputetës, pra që SPAK-u mos ta marri dot të japin mas siguri, arrest në burgo ose detyrim arrest shtëpia, detyrim pajisje, po mos të japin mas siguri. Këtu është e gjithë historia e Belinda Ballukut. Nuk është Belinda Balluku se Rama e ka frikë Belinda Ballukun apo nuk ka heqë Belinda. Por situata tash duke pas parasysh edhe atë vendimin e Trumpi që 3 muaj duhet zgjidhë kjo historia e këtyre personave, duhet spastrohet politika në Ballkan. Sepse është një vendim i cili i prek të gjithë politikanët, dhe po ta vesh re jo pa qëllim Vučić që lexoj mirë dhe shpalli zgjedhjet para kohës. Për sa kohë tha që unë do jem konferenca e fundit ose e para fundit si president, pra e lexoj më shpejt dhe më mirë atë vendim të Trumpit. Nëse Rama tash duke qenë se është caktuar nga Kabala dhe nga Soros apo nga gjithë organizatat, si përfaqësues ky do vazhdoj do të qëndroj, jo pa qëllim kam thënë që Rama do të qëndrojë me çdo kusht dhe me çdo çmim. Çmimi që Rama duhet paguar ka shi organizatës. Dhe kështu që ai do të përgatisë Lea Ypi Praneu kam përmendur gjithmonë dhe Praneu thash edhe më përpara që Lea Ypi do mund të sillet në momentin që Rama mund t'i ikë vetë, jo Belinda Balluku, po mund t'i ikë edhe vetë të shpallë një si themi si qeveri teknike dhe këtë person të vej kryeministër. Ose zëvendës kryeministër mund të ashtoj edhe një zëvendës kryeministër, nuk di, po do ketë lëvizje gjithë. Deri me datën 20 do ketë lëvizje, them se do ketë lëvizje forta. Ju thatë se në konferencën e fund vitit Edi Rama megjithse u mbrojt nga akuzat dukej se këtë mbrojtje e kishte shoqëruar edhe me shpërthimin e tij kundrejt kritikëve dhe mediave apo dhe opozitës që në fundit dukej si i kapur me presh në duar, por pavarësisht mbrojtjes së tij. Në këtë rast, ashtu siç e tha dhe ju më parë, ky shpërthim është kundrejt SPAK-ut, kundrejt Shtetit Bashkuar të Amerikës, ku po e adreson mesazhin e tij të fundit Edi Rama për t'u kapur si i mbyturi pas fijes së fundit të barit, po themi. Mesazhi ishte kundër Amerikës. Por një mesazh i koduar, duke përdorur SPAK-un, gjoja sikur po bën SPAK-u, po mundohet të kërkoj një republik prokurorësh, siç e ka thënë gjithmonë. Ajo që bëri përshtypjes së saj ishte deklarimi që Rama bëri kur tha që Berisha kërkon ta shkrisë SPAK-un për 83 mandatet që ne e mbajmë. Që do të thoshte që në përkathimin politik do të thotë që nëse Berisha kërkon ta shkrisë SPAK-un, unë i kam 83 mandate dhe bashkë me Berishën i bëj 94 dhe ndryshoj kushtetutën dhe heq SPAK-un. Pra ne thash ky ishte një goditje ndaj Amerikës, pra një mesazh ndaj Amerikës. Se ju e mbani më shumë mirë kur iku FBI-a, Rama ka dalë në konferencë shtypin me vrasë, tha ikë FBI-a tash që të thonë, ta jemi ne ata që e mbajmë, jemi ne ata që e bëjmë.
Dhe kur u rikthye, pastaj ai filloi të ta ndërtojë gjuhën. Dhe këtë punë ka përshtyr, ka lëpirë, këtë punë bën ai. Po që të lloj karakteri ka kuptohet. Por puna është se të gjithë mesazhin ai nuk e di shumë mirë tashmë që ai domethënë Spaku apo BK nuk e komandon dot. Nuk e komandon jo se ka ndryshuar njerëzit, por ka ndryshuar politika e Spakut dhe BK-s. Për sa kohë tashmë janë qoftë FBI-a dhe amerikane, DSR dhe amerikane, domethënë ndryshon situata totale. E gjitha është për Ballkanin. Dhe foja u ri përsërisi në Ballkan Shqipëria është çerdhe e Sorosit. Lufta kundër Sorosit është lufta kundër komunizmit, se ta mund ta marrin në çik Sorosin, kështu si gjë si filantrop, akoma mund ta quajmë filantrop. Por ai është në ide komuniste, është lufta komunizmit. Është lufta që bëhet tash drogës, që bëhet pastrimit parave dhe po të shihni edhe në fund vit keni një deklaratë FMN-s, e cila më ngjason me deklaratën e vitit 1996, datori 96, kur bëri për firmat piramidale. Identik. Mota më është me atë deklaratë aty e viteve. Kështu që Rama e lexon dhe e kupton shumë mirë, e din shumë mirë gjendjen dhe situatën që është ai vetë si person. Se këtu ka dhe një pak luftë individuale, personale me emra. Për mua për shumë Amerika ka dalë me emra personal tashmë, nuk është më sepse urimi që bëri për 29 nëntori ishte një urim i cili brenda atij urimit ishte si s'kishte bo vakina që të flitesh për drogën, për korrupsionin, për shkeljen e demokracisë e tjera. Domethënë, Rama ka kuptuar dhe e di shumë. E di shumë mirë se në politikën amerikane nuk mund të shkojë, jo vetëm ai, por nuk shkon dot askush. Askush nuk shkon më nga politikanët në përsa i përket administratës Trump. Administrata Trump ka një qasje tjetër total. Fal edhe një që unë kam deklaruar me kohë, fal edhe asaj Suzi që është aty shefja e kabinetit. I bën të gjithë agendën dhe të gjithë politikën e Trumpit, sidomos për vendet ish komuniste. Sidomos për vendet ish komuniste. Sepse është person që e ka vujt vetat e komunizmin, e njeh shumë mirë dhe nuk i fal. Nuk i fal. Dhe është bërë bariera numër 1 e çdo pseudo, po ta them edhe një herë, çdo pseudo të djathti që është mundu me ushqit, apo këta patriot e nacionalist që janë munduar të shiten të tillë. Ajo është bariera kryesore. Dhe po ta vëlere, një nga vendimet që ka, një nga pikat që ka në vendim, është mos heqja e nëngradë. Jo nuk e heq më, se nuk është më me lobime që të shkojnë dhe t'ja kërkojnë presidentit, të lobojnë tek presidenti, por ai president para se ta heqi një nëngradë, do ta çojnë në Kongres. Dhe Trumpi nuk ka lujt mendesh të çojë në Kongres një vendim të një njeriu që mund të jetë në Ballkan apo në Europë për të heq pikat e veta për të bërë gjithë ato betejë, gjithë ato luftë për një person. Kështu që do ketë nëngradë të tjera. Po, është vërtet, dhe ato nëngradë nuk hiqen, aty do dalin. Mos mendoj se mund të shpëtojnë nga lista e nëngradëve që janë aty. Sado kanë shku, kanë lobu, nuk e heqin dot atë listë. Sepse ajo është listë e miratuar, pavarësisht se s'ka dalë dhe emrat nuk kanë dalë. Zoti Merkoçi, duke mbetur te Edi Rama, ai deklaroi midis të tjerash, po ta përmendim këtu literalisht se do të takoj këtë doje bardha zemër teksa u pyet për lidhjet e tij me oligarkët, lidhjet e zëvendës kryeministres Balloku me oligarkët. Në këtë rast, si mendoni, apo mundohet Edi Rama të kapet pas oligarkëve dhe botës së errët të krimit për të mbjetuar në pushtet, apo për të vijuar aq sa mund të rezistoj, dhe a do ketë të njëjtin fat si rasti i Gruevskit, teksa shumë analistë kanë hedhur
në diskutim një test të tillë që ai mund të përfundojë si Gruevski? Para që nuk ka krahasim Rama me Gruevski. Kush bën krahasim Rama me Gruevski nga bon. Tani do gabim total. Gruevski është akuzuar për një makinë me cilë ishte e shtetit. Nuk ishte asgjë tjetër. Por e para gjë. E dyta, Rama nuk ka, se në Shqipëri ka oligark. Në Shqipëri janë oligark partish. Pra, oligarkat Rama i ka vendosur vetë, i ka emëruar vetë. I ka futur vetë bashkëpunëtor. Ju ka dhënë vetë për koncesioneve, korporate, ka dhënë gjitha vetë. Nuk është se Ramën oligarkët për e mbajnë. Rama mban oligarkët, i cakton, i heq, i bën, apo botën e krimit. Por Rama është tek bota krimit. Dhe ky, unë jo pa qëllim kam thënë që Rama ka ndërtuar mafia në shtet. Sepse ky është kryetari i mafjes. Ky është kryetari i mafjes në Shqipëri dhe ai njeri i cili bën të gjitha veprimet, i bën dhe i komandon ai. Të gjithë fijet do shifni dhe tekst, kjo s'ka e kërqa. Do shifni që të gjithë bisedat, të gjitha lidhen me Rama. Të gjitha lidhen me Rama. Ministrat, të gjitha lidhen me Rama. Nuk ka njeri tjetër, liqeni nga mendja, nuk ka njeri tjetër përveç Ramës. Rama, një të vërtet, thonë që ka bledhe opozitën, po, të vërtet. I ka dhe njerëz e vetë aty. Të gjithë Sorosi që është në PD, normal që është në funksion të Rama. Të lehet ndërtimit e këto që marrin, këta që pasurohen të qenë në opozitë, normal që janë me Rama. Pavarësisht se dalin në shajnë, bëjnë. Dhe Rama nuk ka nevojë për këta. Ti mbajnë. Rama është vetë. Rama cakton vetë. Rama të gjithë betejën, po ta them edhe të gjithë betejën e ka me Amerikën. Nuk e ka me një. Pse? Sepse Rama është i lidhur, ajo që u kam thënë me kohë, dhe që shqyqyr zoti doli ashtu si që Rama është i lidhur me agjenturën kineze. Se për rusët dihet po këtu. Tu janë gjithë rusëve, po edhe me agjenturën kineze. Jo pa qëllim u bë aeroporti i Vlorës. Dhe ato që kam deklaruar, prapja u the. Porti i Durrësit do t'ju haj kokën zgjyra. Të gjithë politikanë. Nga i madhi deri te i vogël. Sepse të gjithë janë përfshirë. Te ai port janë përfshirë gjithë. Në një mënyrë apo në një tjetër. Sepse kanë prek sigurinë kombëtare. Sepse opozita, ju nuk e keni dëgjuar në një opozitën që të thotë si vendoset kryetari e Shqiput një person heq nga Kosova për lidhje me UDB-n dhe e vendos kryetari Shqiput, keni gjuhën e herë të flitet në parlament. Jo, heshti. Po si nuk flitet për portin e Durrësit, për lëshohet nga i llafe kështu në erë, kur i mbushet mendja. Se kishe në 2 vjetë e gjysmë që e deklaroj portin e Durrësit. Kalatat, droga, kokaina që vjen nga Kolumbia. Edhe sot asjoni si ka përmën. Kokaina që vjen nga Kolumbia, vjen direktur, vjen me çfarë? Me kromin. I nga katos me kromin. Se vjen nga Kolumbia, në port Durrësit, pa në lume as i vend, dhe si e krom. Ifni, pra nete, nuk është punë në oligarkës që oligarkët komandojnë Ramën. Apo oligarkët e kanë vënë Ramën kryeministër. Jo. Është Rama që i ka kriju oligarkët. Rama është e që mban edhe bandat, edhe krimin e komandon. Dhe që ato ndodhi Rama, pa djenin e ti nuk bën, pra nete, ju kam thënë. Ky ka ndërtu mafia në shtet. Dhe shifini, pse opozita nuk pranon t'i thot Ramës mafia shtet? Po thot, ka ndërtuar narkoshtetin, kanë gjeti emër Rama Durrë, që lidhje ka Rama me Madurën, nuk e di vetëm Rama të nuk kanë gjasmëri fare me Madurën. Madurën... Zotim, po. E drogës është prodhus. Ky nuk është prodhus, droge. Kokaine, heroine. Kjo është manaxhus, repertitor, marks. Ka dallim të madh. Po pse?
s'duan ta thonë, ai hapin ata përgjigjen. Zoti Merkoçi, si e komentoni rastin e Ergys Agasit, i cili në një farë mënyrë ka tronditur politikën teksa kishte filmuar drejtor, ministra dhe deputet që shkonin në zyrën e tij në blok dhe që u evidentua pas aksionit të Spakut dhe dosjes të paktën në një nga folderat mësohet që ka hapur Spaku deri tani. Filmimet. Përse i përket Ergysit, atë është personi i cili ka vendosur vetë Rama. Ka hapur vetë rrugën, i ka dhënë të gjithë autoritetin që mund t'i japi një kryeministër, një person i cili ka vepruar patjetër në komandën dhe mbikëqyrjen e Ramës. Për sa i përket filmimeve, du tash këtu çaloj çik gjëja. Çalon për një arsye të thjeshtë, sepse merret një filmim periudhë kohe nga një datë e datë, ose është filmim dhe ka vendosur filmoj vetëm të ta kishte në gjithë periudhën e kohës. Mund të jetë i vendosur nga dikush tjetër dhe tashmë përdoret sepse duket pak nonsense. Do të thonë një njeri me kaq fuqi të bëj filmime. Megjithatë, nosha dhe mund ta ketë bërë janë prokuroria e cila e merr dhe e heton si çështje, por është pak nonsens, domethënë kjo vetë filmimi është pak nonsens. Është nonsens sepse një person tash që ka një forcë kaq të madhe, nuk ka nevojë ta filmoj vetëm, për çfarë do e filmoj? Për çfarë do e filmoj kur ai jep urdhër? Kur ai ka kompetencën, ka firmën e kryeministrit. Ai duhet. Për çfarë duhet? Duhet të dish edhe për çfarë duhet. Dy filmime që pash, ja rritën domethënë që pash ishin vetëm nga një kënd. Në të kohë që se bëm filmime duhet të jenë gjithë kamerat që ke ti duhet filmoj. Jo vetëm në një kënd. Pra, mund të jetë vetë Rama që mund të ketë vu kamera përgjuese për të parë veprimet e tij. Dhe ai s'ka ditë gjë fare. Mund ndodhi edhe kjo. Pra, janë pista të shumta. Nuk dilet gjithmonë në një konkluzion. Nuk dilet në një konkluzion sepse në hetime gjithmonë dalin gjëra të tjera. Nuk është gjithmonë ajo që ti je shef në hetim. Gjën që ti je shef nuk është ashtu siç e shef. Gjatë hetimit dalin shumë probleme të tjera. Kështu që nuk e di sepse tek e fundit edhe nuk ka qenë pjesë e LSI-s një herë, pastaj ka shku KPS, nuk është se ka qenë pjesë e tyre, është tjetër lidhje se si janë, si bëhen. Mos harrojmë se janë ndru janë 3 aty në Rama ka ndru janë 3 të tillë, domethënë, nuk është se është i pari ky, se kanë qenë edhe tjerë, ka qenë bajgjurtar, po ka qenë tjetër që ka qenë. Por ajo që të bën përshtypje janë po që janë gjithë menduesi, po kjo është vërtet. Ndërkohë në media ka deklarata dhe spekulime të tilla se Ergys Agasi mund të jetë dhe argjent turk dhe këto filmime ka kryer për t'i pasur në shërbim ose për t'u vendosur në dispozicion shërbimeve të huaja. A ka gjasa që të kenë ndodhur një gjë e tillë? Jo, nuk besoj se shkojmë deri atje sa ka ngelur që do t'i çote ky shërbimet në gjithë në kohë që është vetë Rama që shet informacion. Dhe kur them që Rama ka prek siguri kombëtare, sepse nuk ishte pse dhe Doresha Aksi do shkote ky pastaj do t'ilte ky do t'ia çote Ramës ose do t'ishi. Në gjithë kohë që ajo i jep llogari jep vetë kryeministit e para. Dhe e dyta, kryeministi, presidenti dhe kryetari i Shqipërisë janë persona që marrin kanë informacion të klasifikuar, kanë tavolinë informacion të klasifikuar. Problemi është sepse ai ka ndërtuar një akt i cili ka dorë të gjithë fatet e shqiptarëve, ka dorë të gjithë pronat, ka dorë gjithë informacionin, ka dorë çdo gjë
të shqiptarëve dhe ajo që të bën përshtypje është se kur u bën pasaportat, në kohë kam pas disa artikuj përsa i përket mos dhënies së një kompanie të huaj të drejtën e dhënies së informacionit të shtetit, dhe doli që ja dha natyre. Pastaj sa juan atë seksionin ditë çam kujton ky lloj filmimi apo këto lloj deklarata që bëjnë, më kujton atë pjesën e bllokimit që thanë na sulmun iranian, na sulmun sulm kibernetik iranianëve, në të njëjtën kohë që atë i bënin vetë. Në të njëjtën kohë që i bënin nuk ishte fare iranian. Pse? Sepse kishte një problem. Çuditërisht në momentet që sulmonin dhe bllokoheshin, ju e kujtohet mjaft mirë që bllokoheshin rinat apo pikat kufitare, në atë moment janë futur dhe kanë dalë persona të cilët nuk duhet identifikoheshin. Dhe një nga këta persona është një nga mafiozët në Itali, si është Dorzoon. Italia ka deklaruar vetë prokurori Puljas. Është kallë i pa identifikuar që është futur këtu. Dhe ka dalë po i pa identifikuar që ka dalë. Se me kë është shoqëror të nuk e di asnjë. Po përveç kryeministit nuk ka me qinë shoqëror tjetër. Ashtu si çdo ai Sinaloas. Gjeni pa kruka vje kur ka dalë. Pra, janë veprimet kontrolluar, po tash Libani e ata janë do sulmonin pikërisht atë ditë që do hynin këta kriminale, do dinin ta mafiozë. Kështu që për ne them që ky ka ndërtuar mafia në shtet, sepse ky të gjithë veprimet i ka të kontrolluar edhe ka të bëra vetë. Dhe ky pastaj ka krijuar gjithmonë alibira. Krijon alibi për të, krijon alibi për të, derisa vjen një moment që është puna e saj që çdo e keqe e ka një fund, çdo zullum do t'i dali, këta do të meten me zullumin e vet atë çka kanë bërë. Zoti Merkoçi, dhe pyetja e fundit, a mendoni se rasti i Ergyes Agasit dhe lidhja e Edi Ramës me krimin organizuar mund të jetë pika e fundit që do të derdh kupën e gjithë aferave të tij në krye të vendit, dhe ky do të jetë rasti, po themi, që Shtetet Bashkuara të Amerikës mund ta përdor për të piketuar dhe targetuar një herë mirë Edi Ramën? Edi Ramën e kanë të kapur me dosjen me Goninga, kanë të kapur me dosjen Sinaloa. Kur e nxorën atë shell që nxorën non grada, i cili s'kisha si funksion, si posa, si që në momentin që nxorën non grada, nxorën bashkë me fotografinë e Ramës në zyrë. Pra, lajmi u jepesh me fotografinë e Ramës në zyrë. Një, që është pjesa kryesore. Pjesa tjetër, në konferencën e shtypit, kur Rama po bënte konferencën e shtypit dhe bënte atë deklarimin kundër Amerikës, Shtetet Bashkuara në faqen e ambasadës jepte një person i cili ka marrur shkollën dhe do vite të punonte në Beograd. Kështu që janë veprime të cilat Rama i ka të ndyrur, ta harrojnë që dosit nuk janë bërë, dosit janë bërë në Angli dhe në Amerikë. Dhe po të shofësh, goditjen e futbollit, erdhën nga Italia më të, sepse Italia është edhe vija lidhëse apo ura lidhëse në mjet Amerikës dhe Shqipërisë. Kështu që nuk është se këta po i bëjnë këtu dhe i kanë gjetë këtu. Dosit janë bërë gati. Do edhe nuk kanë harru. Sa kur iku Belinda që iku në Zvicër, tha që Belinda ka bajtë për transfertën e parave, a doli që shkoj për transfer parave. Ju tha që janë edhe arrestu për këtë punë? Po. Se nuk flasin mediat. Këta mediat e famshme që ta i dinë gjitha, i bëjnë gjitha, këta dinë se kush do vritet, kush do pritet, kush do villet, kush do bëhet. E dishin që më përpara, për i thëmë as i bëhet në gjarë. Po këto pëse si tonë? Ku e kanë halin që si tonë? Kush e financon Sinaloa? Kë financon këtu? Kë media financon? Kë gazetar financon? Pëse si tonë ta? Do dalë në gjitha pa tjetër. Po këta që i dinë gjoja. Se nuk i thonë të. Se Sinaloa financon këtu. Pastron parat. Ka kulla. Shëditrisht ta nuk flasin. Dhe po të shofësh, tashmë, janë në netim të gjithë oligarkët që quhen në Shqipëri. Janë
Dhe kjo është me vendim të Amerikës, nuk është me vendim të Ramës. Nuk është me vendim të Ramës, është me vendim të Amerikës. Dhe jo pa qëllime thash, ju kam thënë gjithmonë, do pastrohet një herë. Dhe do ngeli peshkun madh, do ngeli vetëm pa ujë, se do pastrohet ujë, do iki. Dhe kjo është forma që përdorin ata. Ne, ndoshta jemi të padurueshëm dhe themi që mua më vjen dhe keq, që pse duhet vi ta bëj Amerika, ta bëjmë vetë. Por kemi 83 vjet që komunizmi ka zënë rrënjë në Shqipëri dhe nuk shkulet, duhet një forcë e jashtme. Shqyr Zotit, po na gjenden edhe një herë si 921-shin. Po na gjenden edhe njështë. Atë që bërë i Wilson, inshallah po e bo dhe ky. Sepse rrugë tjetër nuk kemi. Se ky popull është aq i varfëruar, aq i terrorizuar, aq i pafuqishëm. Sikur ti thuash që spumën i çove dhe dil. Ai është në krevat, lëngon në krevat, ti thu çove dhe dil. Dhe populli shqiptar kështu është. Sepse në 35 vjet apo 83 vjet politika shqiptare ka ndjek politikën e komunizmit për 35 vjet këta vetëm politikën e Sovjetës. Dhe pra ne kemi arritur të shpopullu vend. Një nga pikat kryesore është turp, sot nëpër kinkalerira, apo kioska çaj quj, nëpër dyqana po shef Filipinez që shesi. Rinia shqiptare ku është? Po kush i bën këto punësime? Me i bë bashkia, bëram, me urdhra. Pra ne dem, do Zoti, ky vit e nis me kont marr. Megjithëse ka nis me vdekje, me aksidente, me vrasje, ku di po. Qofshin kaq e nis me kont marr. Por politika tieni të bindur që në këtë vit politika do shumë e tronditur. Po, Zoti Merkoçi dhe i pyetje, nëse mund ta quajmë kështu në kohën shtesë të kësaj interviste. Disa ditë më parë, Agron Sheh ka zhvilluar një takim në ambasadën amerikane, gjë e cila është pasqyruar më pas edhe në faqen e ambasadës, konkretisht në faqen e Facebookut të ambasadës amerikane në Tiranë. A mendoni se Agron Sheh po përgatitet si element mjaft i rëndësishëm i opozitës që mund të trondit politikën shqiptare dhe mund të jetë një eksponent përballë Edi Ramës për t'i bërë atij opozitën që duhet, duke qenë se Berisha deri më tani nuk po tregon asgjë përballë Edi Ramës, dhe a e kanë mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë rast vetë Agron Sheh? Që të përballesh me Edi Ramën e parë herë duhet të jesh njeri politik. Agron Sheh nuk është politik. Unë vjen keq. Politika nuk është. Gjë që e ka pranuar dhe vetë, nuk është se po ja them unë. Nëse kujtohet kur kandidoi për kryetar bashki, për kryetar të partisë me Lulzim Bashën, tha unë kandidoj, tha unë jam politikan. Gjëja e parë. Gjëja e dytë është ajo pjesa që pse të thret Amerika që nuk do të thotë një gjë të madhe për shqiptarët, nuk është ndonjë sinjal kush di se çfarë. Por ajo që unë do thoja që për mua do jetë një qeveri teknike, paktën të jetë me shqiptar. Jo më me këta shqipfolës, e me këta njerëz që në një mënyrë apo në një tjetër kanë drejtëhijet e tyre, gjë që mund të kapen kollaj. Shqipëria nuk vuan për një njerëz. Shqipëria vuan për atë që janë bllokuar njerëz. Sepse politika shqiptare nuk ka lejuar kurrë një të tillë të ecë përpara, të dalë, të shfaqet. Se në momentin që shfaqet goditet, unë nuk duhet merrem me emra konkrete, por merrem me atë një qeveri shqiptare. Pra, që mos tjetë në llumin e kësaj politike. Se në llumin e kësaj politike janë të gjithë të përdyer. Me apo dashi, nuk e di. Nga forma, mënyra, nuk e di. Por të them atë që të gjithë janë të përdyer. Agron Sheh, po të ishte që për mua, me që sot që jam edhe i djam, duhet bët atë fraksionet brenda partisë demokratike. Duhet lufton të
bërë fraksionin për në parti, se ishte deputet dhe kishte të gjithë mundësi për ta bërë gjë që nuk e bërë. Zgjodhi pjesën për të ikur nga partia. Por hapën pjesën tjetër, se ta e parti. Partia nuk është e Berishit. Partia nuk ka themelu Berishit. Partia prit janë të tjerë. Po baza e asaj partie gjithmonë ka qenë pjesa aksionare, kulagët, pronarë. Nuk kanë qenë ishat e partisë ndonjëherë baza. Dhe pse u degradoi Partia Demokratike në këtë lloj forme? Degradoi pikërisht se iku kjo bazë, u largua kjo bazë. Nuk është më. Dhe agrosh ne pati mundësi për ta bërë. Megjithatë, inshallah e bën. Inshallah e bën. A do jetë javë? Se di. Nuk jap në garanci. Se nuk shoh as staf që të ketë. Politika nuk bëhet individuale, me një person. Duhet të ketë staf. Këka. Unë mos di aty te partia vetë këka. Nuk quhen staf ta kalamaj që marrin këta. Dhe prapë po e mbyll me atë. Po që e brezi 30 vjeçar, do ta shkatrojë Shqipërinë, do vazhdoj ta shkatrojë Shqipërinë siç që ka shkatruar do 83 vjet. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj për gjithë argumentet dhe analizën këtu në Agora News. Faleminderit edhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.